Pas debateve të ashpra në parlament dhe protestave në shesh, çështja e ligjit për barazinë gjinore dhe koncepti i familjes tradicionale zhvendosen zyrtarisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Një grup prej 16 aktivistësh ka dorëzuar kërkesën për 2 referendume, një për shfuqizimin e ligjit të ri të barazisë gjinore dhe një tjetër me 7 pyetje për qytetarët që prekin tema të nxehta për familjet konservatore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u dha aktivistëve formularët për të mbledhur firmat e zgjedhësve me qëllim shfuqizimin e ligjit për barazinë gjinore, por ju ktheu pas për saktësim pyetjet për referendumin e dytë. Kërkesa përmban 7 pika nevralgjike. Aktivistët kërkojnë që qytetarët të shprehen kundër edukimit seksual në kopshte dhe shkolla fillore, kundër adoptimit të fëmijëve nga partnerë që nuk janë çift i martuar dhe mbi të gjitha për përcaktimin e qartë të identitetit gjinor në ligj. Pyetjet duhet të jenë të qarta për zgjedhësit, që ata të kenë mundësi të përgjigjen shkurt me po ose jo. Ju thoni po marr pyetjen e parë, a doni që ligji të njohë vetëm 2 gjini, mashkull, burr dhe femër, grua? E keni në tërësi për legjislacionin, sepse në kërkesën tjetër keni kërkuar shfuqizimin e atij ligji që lidhet për gjinin, apo jo? Termin ligj, në fakt edhe ne kemi diskutuar, në këtë rast kemi parasysh gjithë kuadrin legislativ shqiptar, përfshi kushtetutën, ligjet, aktet e tjera ligjore, pra gjithë ligj, çdo akt normativ në Republikën e Shqipërisë. Pra në çdo rast Pra ky është termi që dhe ne diskutuam dhe termi i përshtatshëm për të ndërtuar pyetjen. Pra duke përfshirë gjithë kuadrin legjislativ shqiptar, përfshi kushtetutën e çdo akti ligjor dhe ligjor. Okej. Dakor, domethënë kemi të njëjtën kuptueshmëri që me ligj kemi parasysh çdo ligj që mund të jetë një, mund të jetë disa, por në ato raste kur një apo disa ligje kanë parashikime në lidhje me çështjet e gjinisë, të ketë referim vetëm në këto 2 gjini, mashkull dhe femër, burr dhe grua. Ligji të njohë të drejtën e fëmijës për të rritur me një nënë dhe një baba. Kam përshtypjen që kjo ka nevojë të riformulohet e gjitha. Sepse unë, me aq sa di, nuk kam hasur në dokumentat ndërkombëtare, përfshi kartat e OKB-s, një formulim ku të sanksionohet e drejta e fëmijës për të rritur me nënë dhe me babë. Flitet për prind, po jo për nënë dhe për babë. Dhe prandaj kam dashur që kjo të jetë e qartë në ligjin shqiptar, sepse duke kufizuar kështu, ne mbyllim shtegun në një të ardhme që mund të mos jetë shumë e largët, që të bëhen eksperimente nga ato që po ndodhin sot në botë, që po bashkohen edhe 3 prindër në marrëdhënie shumë dashurore, 3 apo 4 prind, dhe po e konsiderojnë normale sepse nuk ka një pengesë ligjore të tillë. Unë prandaj po kërkoj që të jetë një pengesë ligjore. Nëse kalon filtrin, grupi nismëtar do të ketë 3 muaj kohë për të mbledhur 50 firma në të gjithë Shqipërinë që dorëzohen në komision. Pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konfirmon 50.000 firmat, dosja dërgohet në gjykatën kushtetuese. Është gjykata ajo që kontrollon nëse pyetjet janë në përputhje me kushtetutën dhe garantojnë liritë themelore të individit. Kjo përbën edhe sfidën më të madhe në rrugën për zhvillimin e një referendumi. Nëse kërkesa kalon filtrin kushtetues, Presidenti i Republikës cakton datën e referendumit, zakonisht brenda 45 deri në 60 ditë. Që referendumi të quhet i vlefshëm, duhet të marrin pjesë mbi 50% e zgjedhësve të regjistruar. Përfaqësues të Komitetit Nismëtar për referendumin pro familjes kanë paraqitur pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për fillimin e procedurave për zhvillimin e një referendumi të përgjithshëm për çështje të rëndësisë së veçantë që është mbrojtja e familjes. Shqyrtimi i kësaj kërkese u shtyp për në seancën e radhës dhe u la kohë grupit nismëtar për qartësimin e çështjeve të rëndësisë së veçantë.